الرحمن الرحيم أحمده وأشكره أن هدانا للصراط المستقيم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Falëndërimi takon Allahut Azza wa Jall. Atë falenderojmë. Prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala për çdo të keqe. Me të vërtetë, atë që Allahu Azza wa Jall e udhëzon rrugën e drejtë, s'ka kush që humb. Ndërsa atë që humb, s'ka kush që udhëzon. Salavatet Allahut Azza wa Jall qofshin mbi pejgamberin alayhi salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, dhe të ndjekin e tij deri në ditën e gjykimit. Fjala më e mirë është fjala e Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa udhëzimi më i mirë është udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa punët më të këqija dhe më të urrëtura në Islam janë rësit, bidatët. Çdo bidat të çon në zjarr. Dersi jon bi idhnillah do të jetë vazhdimi i dersit të kaluar, ku në fund të dersit javën e kaluar i kena lënë disa hadithe jo ndoshta me sharim as sa duhet. Hadithin në cilën thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: la yazal ar-rajulu yas'al an-nas hatta yati yawm al-qiyamati laysa ala wajhihi muz'atun min al-lahm. Thot pejgamberi sa këtë hadith, thot vazhdimisht njeriu do të kërkojë për njerëzve, saqë kur do të vijë ditën e gjykimit, nuk do ta ketë në fytyrën e tij asnjë copë mish, asnjë pjesë mish. Për arsye se ky veprim të robët e Allahut subhanahu wa taala është i ndaluar që del njeri dhe të kërkoj rrugëve, ose të bredh shtëpi në shtëpi, ose të kërkoj tjerë pasuni ose diçka të kësaj dynjaje. Mirë po, nuk do të thotë kjo që njeri ka bërë kufër, ose ka bërë një mëkat që çet pi dinit Allahut Azza wa Jall. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë këtë hadith që t'ju tregoj umetit e vet se ky veprim nuk i përket një besimtarit Allahut Azza wa Jall. Sepse njeriu kur të është i nevojshëm nuk i drejtohet robëve të Allahut, po i drejtohet krijuesit të këtyre robëve. I drejtohet Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye, çdo njeri do të ketë kujdes se si drejtohet tek Allahu Azza wa Jall apo drejtohet tek njerëzit. Padyshim se më drejtohet tek Allahu Azza wa Jall për besimtarin është më e ulës. Gjithashtu fjala e Abu Bekrit radiallahu anhu, cilën e kemi cekur në dersin e kaluar, ku i ka rënë shkopi dhe në atë moment nuk ka prit askush më ardhon i sahabëve së pi muslimanëve, ka thënë inna khalili amarani an la asal an-nas shay'a. Ka thënë miku im, shoku im, është për qëllim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, em ka porositur, em ka urdhëruar që mos më kërkua asgjë pi njerëzve. Para mendar Abu Bekri radiallahu anhu e ka konsideruar këtë veprim, nëse i kërkon dikujt më avona shtop në shkopin kur i ka dhënë tokë, e ka konsideruar pijamave të ndaluara. Të selefit disa sene që kanë qenë ndalume, që kanë konsideruar për më privat, të aty një gjinat të mëdha, tek ne janë për mëkate të vogla, se ndoshta janë mëkate hiç. Për këtë thot Anas ibn Malik radiallahu anhu, thot në kohën tonë, domethënë më hershëm ka pas sahabë shumë. Thot kanë qenë disa veprime se në sytë e juj duken me të imta se sa fimja. Mirë po thot ne kemi llogarit këto min el ukubat.
pi atyne gjunaheve ukubat të mdhaja, jo diçka të vogla. Kjo tregon se si kanë qenë selefi, se si kanë pas raportet e tyre me Allahun Azza wa Jall. Jam friksu për çdo veprimi, qoftë ai vogël ose i madh, jam friksu që mos përmes atij veprimi po arrihet hidhrimi i Allahut e jo kënaqësimi i Allahut Azza wa Jall ndaj tyre. Edhe janë largu për atyne veprave, janë mundu me përmbajt veten. Këta kanë qenë ata robërit e ndershëm të Allahut subhanahu wa taala, që e kanë adhuru Allahun subhanahu wa taala lejlën wa naharën, ditën edhe natën, në vetmi edhe në prezencë tyre me një adhurim sinqert. Jo me boshak Allahut subhanahu wa taala në adhurim, jo me dyftërsi, jo me riyat, mirë po kanë qenë sinqert në adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe një nërujt e çdo gjuna, qoftë ai i vogël ose qoftë ai i madh. I kanë pas këtë në mendjet e tyre çdo herë që njeriu nëse bën mëkat, qoftë ai i vogël ose i madh, atëherë do të arrijë hidhrimin e Allahut subhanahu wa taala. Këta kanë qenë ta njerëz që janë mundu vazhdimisht më rujt për mëkateve të vogla dhe të mëdha. Për këtë arsye, ta njerëz e meritojnë që fjalët e tyre, historia e tyre, jeta e tyre shkruhet, lexohet, të përkujton njeriu vazhdimisht, që përkujton familjes së vet, fëmijët e vet, që mëson historinë e këtyre njerëzve, këtyre burrave, sepse këta janë thonë ata të parë që kanë bardh bajrakun e Islamit, domethënë që kanë përhap fjalën e Allahut subhanahu wa taala në tokë. E përderisa këta kanë qenë tillë, atëherë padyshim që është obliguar për neve që t'i pasojmë të hap pas hapi. Se këta janë njerëzit që kanë merituar me kon shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sikur të mos kishin qenë mirë, atëherë Allahu azza wa jalla nuk i kishte zgjedhur për me kon shokët e tij. Për këtë të pejgamberi sa në një hadith, thot kur ka shiqur Allahu në zemrat e robëve vet, e ka gjetë se sahabët janë njerëzit më të mirë për me shoqëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe vërtet ashtu ka qenë. Edhe ka qenë Allahu subhanahu wa taala i kënaqur me ta. Për këtë ka thënë një ajet kuranor, laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubay'unaka tahta shajara. Ka thënë dhe vetëm se është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala me besimtarët kur ata ja dhanë besën në hijen e femës. Është për qëllim beja të ridvan. Në Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Këta kanë qenë ata njerëz që kanë bërë Islamin, edhe që duhet patjetër pasohen hapat e tyre, rruga e tyre, fjalët e tyre, dhe të kemi kujdes çdo herë se çfarë qëndrimi dhe çfarë mendimeve kemi për ta. Sepse këta i dojnë për hir të Allahut se Allahu i ka dashur. Dhe i dojnë për hir të Allahut për arsye se kanë qenë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kanë qenë sahabët cilët Allahu subhanahu wa taala mbi 700 ka thonë laqad radiyallahu anil mu'minin. Vetëm se është i kënaqur Allahu azza wa jalla me besimtarët. Përderisa kjo është garanci që Allahu subhanahu wa taala për mbi 700, kjo tregon se Allahu subhanahu wa taala nuk e garanton dashurinë dhe të mirën ndaj dikujt përveç sa është i kënaqur. E sidomos në këtë rast ndaj këtyre njerëzve, ndaj shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa për këtë kësaj mesele, më thonë të kërkumit për njerëzve, pa kur fardyshimi se është për mesele të urrejtura në Islam, në ndjenjën e Allahut azza wa jalla. Gjithashtu fjala e Tawus ibn Kaysan radiyallahu anhu, i cili ka qenë për atyne që e ka urrejt kur njeriu është i smut të ankohet dikujt tjetër, nuk do të thotë që njeri e ka haram nëse ankohet dikujt tjetër dhe ka në hallin me vllahun e vet musliman. Mirë po, njeri sa më shumë që mundohet me bosavë dhe vetëm Allahut azza wa jall i kthehet e mbështetet, padyshim se shpërblimin e ka më të madh. Se nëse njeriu ju ankohet njerëzve, atëherë ky veprim i tij ju nafi as-sabr. Domethënë anulon atë fal sabrin, ose që më thonë është vlerëson sabrin ndaj Allahut subhanahu wa taala. E nëse njeri don me bë sabër, me kompi sabërlive, pi durimtarve, dhe me arrish shpërblimin e Allahut azza wa jall, atëherë patjetër i detohet vetëm Allahut subhanahu wa taala as kujt tjetër pas tij.